na kena me kono masaneja ta shumë shpejt kanë me dalë. Kanë bindje të fortë se kanë bërë luftën për vendin e vet, kanë me dalë shumë shpejt. Hiç pa kur fare hezitimi. Një shumë njerëz kanë menuar që ata veç po gjykohet Hashimi, po gjykohet Kadri Veseli, po gjykohet Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Zolet. Tash e kanë kuptuar që na jemi luftë me Serbinë. Tash e kanë kuptuar që nëse ata, do më thotë dënohet, shteti jonë, tash le ti kryetar, tash kryeministër, merren 50% komentues me. I madh i vogël do të me shtetë me krejtë me ngritë zamën e muqu e me mbrojt. Gjithë këmë thotë do të me mbrojt, se na për mbrojnë a Kosovën, nuk për mbrojnë ata djemë, po basë aty në djemë për mbrojnë dhera Kosovës. Tonë do të me jekë për mene. Ta shë këmë kuptu edhe do parti që Allah po do ka me mbrojt se po na u lega shteti. Normal që lidhje shteti, me po më shpodhë kriminal, shush nuk lidhjet, as ti që je qatë pozitë nuk e me koj vleshëm. Dese ja do në vendin mirën, komit Kosovës. Pret një lirimin e tyre. Kam bindjet forë që kanë me dalë me ndihmen e Amerikës, se Amerika ka drejtsinë e vetë. Amerika krejt botën e ka drejtsinë e vetë. Tash, ku e di që ka drejtsinë Amerika, veç rastin tonë që na ka përkraj, inshallah, Zotë e shpërblejnë ku do që janë ata, edhe njim gjithë mirë për ta, sot është njerëzimi njëna për Amerikanë për ato shtete që na kanë një mu. Që të e di që Amerikanët janë drejtë, se e kanë di që farë lufte, po banë Serbia ndaj shqiptarëve dhe na kanë një mu, na ka përkra, edhe me ndimin e Amerikës e na ordi këso. Normal dihet se me luftën e ushtrisë ligjënore të Kosovës, po pa ko luftën e ushtrisë ligjënore të Kosovës, do më me vazhdu me dhon mashtretin jetën, do më thonë edhe Amerikanët, e ke po kërë fërke një unë pe Amerikës, kap një luftani, apo po më nëni në Superman me ashtë liru Kosovëna, kap një orë me luftani, normal që ku këna luftu, tani janë orë dhe ndihma e Amerikës.